Gje në ora 13:30 në rrugën jashtë Vardarit në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov në bazë të urdhëresës gjyqësore kanë privuar nga liria personin një 45 vjeçar nga fshati Prelubisht për vuajtje të dënimit me burg për veprën penale të kryer sipas nenit 300 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Gje në ora 12 në fshatin Bogovin të Tetovës, zyrtarët policor nga SPB Tetov në bazë të urdhëresës gjyqësore kanë privuar nga liria një 30 vjeçar nga fshati Bogovin për vuajtje të dënimit me burg për veprën penale të kryer sipas nenit 235 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Gje në ora 13:10 në SPB Tetov është raportuar se në bulevardin Iliria në Tetov, automjeti udhëtarëve në nault me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 56 vjeçar nga Tetova, ka goditur një këmbësor 11 vjeçar nga Tetova. Në aksident këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Gje në DPB Gostivar, një 58 vjeçar nga fshati Vrapçisht ka denoncuar veprën penale falsifikimi dokumenteve. Sipas denoncimit, një person gjatë vitit 2018 me dokumentacion të falsifikuar ka përveçuar dhe kaluar në emrin e tij pronë prej 1500 m2 në pronësi të nënës së saj të ndjer, të cilën më vonë ua ka rishitur personave të tretë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Gje në ora 17 në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 39 vjeçar nga një fshat i Gostivarit, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij nga Tetova se ai ka prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive dhe paraprakisht e ka shqetësuar në banesë. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejme. Sot në mëngjes në ora 2:20 në lagjen Maleard në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 17 vjeçar nga fshati Debresh. Gjatë kontrollit në komunikacion është ndaluar automjeti BMW me targa të Gostivarit, të cilin ai e drejtonte. Me rast është konstatuar se e drejton mjetin pa pasur patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe ai është ndaluar në stacionin policor e pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.